Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioneri Evropian e Përzgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit, mbajtur në Bratislava të Slovakisë, Marta Kos nënvizoi se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fqinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shohin Bashkimin Evropian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e anëtarësimit, dhe ato forca mund të ndërhyjnë dhe t'i përdorin vendet kundër nesh. Marta Kos deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecin drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj, kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Faktori shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi europian ishin në thelb të takimit mbajtur në Tetov ndërmjet deputetit të Partisë Socialiste të Kuvendit të Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlerësoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi europian. Në Tetov, me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Eli Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu. Lufta kundër organizimit ilegal të lojrave të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lojrat e fatit. Zëdhënësja e qeverisë, Venera Azizi, vlerësoi se është miratuar një tekst i ri i propozim ligjit për lojrat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend. Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi i mesazheve që bixhozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve. Sipas saj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve, si dhe mbrojtjen e procesit arsimor dhe sigurisë së nxënësve. Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastoret që ndodhen brenda një rrezeje prej 500 metrash nga shkollat nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, videolotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ulin tensionin me Kinën. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se ka shumë çështje për diskutuar me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk mund të thonte që Irani është një prej tyre. Gjatë zhvillimeve të konfliktit, Trump ka ndryshuar qëndrimet duke shprehur herë pa kënaqësi se Kina nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndikuar Teheranin dhe herë duke pranuar se qeveria e Xi Jinping ka ndihmuar në uljen e tensioneve në muajin e kaluar, duke nxitur Iranin të kthehet në bisedimet për anëpushim kur negociatat ishin në rrezik dështimi. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitete bërthamore që nuk ka të ngjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas tërheqjes së SBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendoj për garantimin e sigurisë strategjike në kushte të reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.